Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Jeni me diabet. Kjo pije e nxehtë ul sheqerin në gjak, ja se si ta përgatisni. Çaji i sherebelës është shumë i pasur me antioksidantë, të cilët jo vetëm që luftojnë inflamacionin, por mbrojnë edhe të gjithë organizmin nga radikalet e lira. Efektet antioksiduese të çajit të sherebelës mund të përmirësojnë funksionet jetësore të mëlçisë dhe çaji i sherebelës mund të ndihmojë në reduktimin e ankthit, të përmirësojë humorin dhe të stabilizojë gjithashtu llogatjet e sheqerit në gjak, citon The Health Site. Por si të përdorni çajin e sherebelës për uljen e niveleve të sheqerit në gjak? Ky çaj renditet mes 3 çajrave më të mirë që mund të pihen nga diabetikët, citon The Health Site. Substancat e tij aktive kanë tendencën të ulin dhe të mbajnë në kontroll nivelin e sheqerit. Studimet thonë se këto substanca kryejnë të njëjtin funksion si barna të caktuara që i jepen diabetikëve. Por si të përgatisni çajin e sherebelës? Përgatitja e këtij çaji është shumë e lehtë. Mjafton të zjeni një filxhan ujë dhe të hidhni një lugë gjethe me sherebel. Gjethet mund t'i mbani në ujë të nxehtë në varësi të llojit të çajit që dëshironi, pra me aromë të fortë ose të butë. Sipas dëshirës në çajnik mund t'i hidhni lëngun e një limoni dhe lëkurën e tij. Pasi të keni zjerë për disa minuta, mund ta hiqni nga zjarri. Kolloni çajin dhe më pas e pasuroni me sheqer ose me mjaltë. Ky çaj mund të serviret i nxehtë ose edhe i ftohtë në akull. Sherebela përmban substanca të njohura të cilat janë përgjegjëse për aromën karakteristike. Ekspertët këshillojnë në pirjen e këtij çaji 1 deri në 2 gota në ditë për të marrë gjithashtu përfitime të larmishme. Mjekët popullore lavdërojnë sherebelën duke konsideruar atë si një nga bimët më shëruese në botë, duke e karakterizuar si ndër ilaçet më të mira. Sherebela ose latinisht Slavia Official, që nga latinishtja përdoret për shërimin e gati çdo problemi. Sherebela ka veti antiinflamatore, antioksiduese dhe antimikrobale, por gjithashtu ndihmon edhe në hapjen e ureksit. Për shkak të këtyre cilësive, çaji i sherebelës ka veti shëndetësore. Ajo është e pasur me antioksidues. Antioksidantët shërbejnë si pastrues për të hequr radikalet e lira, të cilat metabolizmi dhe toksinat e tjera i largon nga trupi. Antioksidantët ndalojnë radikalet e lira që të sulmojnë indet qelizore, duke ndaluar në këtë mënyrë plakën e parakoshme dhe rrezikun ndaj sëmundjeve kardiovaskulare ose atyre të dëmshme. Çaji i sherebelës është një nga arsyet e një burimi të fuqishëm të antioksidantëve që ndihmon për të mbajtur larg efektet shkatërruese të radikaleve të lira në trup. Do të keni një mëlçi më të shëndetshme. Efektet antioksiduese të çajit të sherebelës mund të përmirësojnë funksionet jetësore të mëlçisë. Një studim i publikuar në Ethnofarmakologji tregoi se çaji i sherebelës u përdor në vend të ujit për 14 ditë. Rezultatet treguan një rritje prej 24% të nivelit të antioksidantëve në mëlçi. Çaji i sherebelës gjithashtu tregoi shumë efekte pozitive në mbrojtjen e lipideve të mëlçisë nga dëmtimet e shkaktuara nga toksinat e mëlçisë. Një studim tjetër i individëve qelizor zbuloi se ekstrakti i sherebelës parandalon shpenzimin e koenzimave të oksidimit, të cilat janë përbërës shumë të rëndësishëm në antioksidantët e mëlçisë me rreth 62%. Ju ndihmon në kalimin e menopauzës më lehtë. Problemet e menopauzës reduktohen nga çaji i sherebelës dhe ky zbulim erdhi nga një studim i publikuar në qershorin e vitit 2011. Pjesëmarrësit në studim morën çdo ditë një suplement të gjetheve të sherebelës për 8 javë me radhë. Rezultatet treguan një rënje të afshëve prej 64% brenda 8 javëve dhe disa raste të eliminimit të plotë të afshëve. Simptomat të tjera të menopauzës, duke përfshirë ato psikologjike dhe urinimin e tepërt, gjithashtu u bënë objekti i përmirësimit. Ndihmojnë kundër ankthit. Çaji i sherebelës mund të ndihmojë në reduktimin e ankthit dhe në përmirësimin e humorit. Në një studim të kryer, një grup të rinj të shëndetshëm morën 300 deri në 600 mg suplemente të gjetheve të sherebelës përpara dhe pasi u bën pjesë e një testimi për vlerësimin e niveleve të stresit. Të dyja sasitë përmirësuan humorin. Sasia më e ulët e përmirësoi ankthin përpara testit, por jo gjatë tij, ndërsa sasia më e madhe përmirësoi vigjilencën dhe qetësisht edhe performoi rezultate më të larta të testimeve.
Çaji i sherebelës shkakton kontraktime të traktit urinar dhe këshillohet të mos përdoret nga gratë shtatzana. Sasi të mëdha të sherebelës mund të shkaktojnë kriza, marrje mendsh dhe rrahje të shpejta të zemrës. Ndaj nëse vuani nga diabeti, përdorni vetëm nën këshillën e mjekut. Çaji i sherebelës është i mirë për uljen e temperaturës dhe të ftohtit, për zbutjen e acarimeve të fytit, dhimbjeve të kokës, si dhe për probleme të tretjes. Gjithçka që keni në dorë është ta konsumoni atë me moderi dhe nëse merrni medikamente të caktuara, gjithmonë konsultohuni me mjekun. Sherebela është një shkure e vogël e viseve të ngrohta bregdetare, për erë e gjelbër me gjethe vezake ose eshtake të mbushura me një push ngjyriri e me një erë të veçantë të cila përdoren në mjekësinë popullore dhe industrinë farmaceutike. Sherebela përdoret për problemet me sistemin tretës, mungesën e oreksit, gazrat, dhimbje të stomakut, diarre, fryrje barku, urth dhe probleme të ngjashme. Kjo erëzë përdoret gjithashtu në uljen e miprodhimit të djersës dhe përshtymes, kundër depresionit, humbjes së kujtesës dhe sëmundjes së Alzheimerit. Gratë e përdorin sherebelën për dhimbje gjatë ciklit menstrual dhe për të lehtësuar afshet e nxehta gjatë menopauzës. Sherebela aplikohet direkt në lëkurë për ulçrat e shkaktuar nga ftohja, inflamacioni i mishrave të dhëmbëve, ulçrat në gojë, në fyt ose në gjuhë dhe bllokimin e rrugëve të frymëmarrjes. Disa njerëz e thithin erën e sherebelës për të trajtuar astmën. Sherebela përdoret edhe në prodhimin e shumë produkteve kozmetike dhe të sapunrave, citon dhe Elsaj. Sipas tyre do të rendisim disa nga përfitimet dhe përdorimet e sherebelës. Sherebela është një produkt shumë i mirë kundër Alzheimerit. Marrja e ekstrakteve të 2 llojeve të sherebelës për 4 muaj ndihmoi në përmirësimin e kujtesës, përpunimin e informacionit dhe të mësuarit të njerëzit në fazat e para të sëmundjeve të Alzheimerit. Ajo do të rrisë performancën tuaj mendore. Një dozë e vetme e sherebelës ndihmon në përmirësimin e kujtesës, përqendrimin dhe vigjilencën të të rriturit dhe shëndetshëm, ndërsa kur përdoret si aromaterapi mund të përmirësojë vetë vigjilencën dhe jo përqendrimin ose kujtesën. Ajo është një zgjidhje shumë e mirë për herpesin. Herpesi i shkaktuar nga ftohja kur aplikohet si krem ka një përmbajtje sherebele dhe mund të ofrojë një zgjidhje mjaft të mirë në largimin e tij. Është një zgjidhje shumë e mirë kundër kolesterolit të lartë. Përdorimi i sherebelës së zakonshme 3 herë në ditë për 2 muaj ndihmon në uljen e niveleve të kolesterolit të keq dhe yndyrnave në gjak, të quajtura trigliceride, dhe rrit nivelin e kolesterolit të mirë të njerëzit me kolesterol të lartë. Gjithashtu, sherebela është një zgjidhje për të përfshirë në vazhdimsinë e dietave tuaja. Nëse doni të përfitoni nga kjo lule e veçantë, mund të keni gjithashtu edhe përfitime të tjera në dobi të organizmit. Çaji i sherebelës është një zgjidhje mjaft praktike për të përfshirë në dietën tuaj, i cili do t'japë rezultate të kënaqshme edhe në mbrojtjen e shëndetit. Ai është një zgjidhje shumë e mirë kundër dhimbjeve të fytit. Përdorimi i një spraji të veçantë që përmban 15% ekstrakt sherebele duket se lehtëson dhimbjet e fytit. Një tjetër studim sugjeroi se përdorimi i një produkti me sherebel për 5 ditë lehtëson simptomat e dhimbjeve të fytit, po aq sa përdorimi i ilaçeve. Është një zgjidhje shumë e mirë për dhimbjet pas operacionit. Studimet të mëparshme sugjerojnë se përdorimi i sherebelës së bashku me ilaçe të ndryshme gjithashtu ka efekte në lehtësimin e dhimbjeve pas operacionit krahasuar me përdorimin e ilaçeve të ndryshme. Gjithashtu përdorimi i sherebelës duket se rrit rrezikun e zhvillimit të infeksioneve pas problemeve të ndryshme. Ai është një zgjidhje shumë e mirë kundër djegjeve nga dielli. Duke aplikuar një ekstrakt me 2% sherebel në lëkurë pas ekspozimit në diell, mund të parandaloni skuqjen e lëkurës. E njëjta gjë mund të bëhet edhe në eliminimin e entjeve të bajameve duke sjellë rezultate të shkëlqyera në zgjidhjen e këtij shqetësimi. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.